Saturn.
Të nderuar qytetarë të Rondës, e dashur Mërgat, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti. Të respektuar përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje, partner të çmuar të koalicionit fitues si Partia Guzo, Alternativa dhe PSHDK. Të nderuar ministra dhe deputet të pranishëm, të respektuar kandidat për deputet nga komuna jonë, i dashur Sali, Hysen, Albena dhe profesor Hamdi. Mirë se erdhët në këtë tubim zgjedhor, një proces që për ne përfaqëson angazhim drejt për drejt, serioz dhe të përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Qyteti ynë me potencialin e madh që ka gjatë viteve të qeverisë Kurti ka qenë në vëmendje të vazhdueshme. Janë realizuar investime të rëndësishme dhe projekte infrastrukturore me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së mirëqenies qytetare. Këto projekte nuk janë vetëm premtime, por janë dëshmi konkrete e një pune të fortë të përkushtimi ndaj Suarekës dhe qytetarëve të saj. Por, të nderuar qytetarë të Rondës, ky angazhim nuk do të ndalet me këtu. Në 4 vitet e ardhshme përmes programit tonë, Lëvizja Vetëvendosje do të vazhdojmë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe investimet e reja dhe politika që sjellin siguri dhe begati për çdo familje. Ditëve në vazhdim do të jemi pranë jush në çdo lagje dhe në çdo fshat qytetit për të maksimalizuar fitoren plebiscitare të 28 dhjetorit, duke premtuar vizionin ton për një të ardhme më të mirë. Me numrin 116, bashkë të vendosur dhe me besim ecim drejt fitores që i nevojitet Lëvizjes Vetëvendosje, të Rondës dhe gjithë Kosovës. Dhe në fund le të jetë ky zotimi ynë i përbashkët, që qytetarët e Suarekës nuk lëshojnë pemë, sepse Suareka meriton më shumë dhe meriton më mirë. Në vazhdim, i kalojmë fjalën aktivistit më të madh politik në trojet shqiptare, kryetarit të organizatës politike më të madhe në vend dhe në kuvend, kryeministrit më të suksesshëm në historinë moderne të Republikës së Kosovës, pra kryeministrit Albin Kurti. Kryeministër, fjala është për ju. Një 116 apo dëgjohet se po e testoj mikrofonin me numrat e fitores me 28 dhjetor. Pra, tash e tutje me këto 3 shifra që përbëjnë numrin fitues. 116 i testoj mikrofonat anë mban Kosovës për t'i mobilizuar qytetarët në mënyrë që të fitojmë me një triumf i cili me shpejtësi na konstituon kuvendin e legislaturës së 10 dhe e formon qeverinë e mandatit ton të ardhshëm. Të dashur qytetarë të Suarekës të Rondës, zonja dhe zotrej, motra dhe vlezër, jemi mbledhur bashk kur na ndajnë veç se 9 dit nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, atëherë kur qytetarët e Republikës
banorët e Therandës do t'i drejtohen kutive të votimit në mënyrë që 28 dhjetori t'ja kaloj nën shkurtit, se ne fitojmë rregullisht, po na duhet një fitore edhe më e madhe se sa rregullisht, ashtu që të vazhdojmë barë e mirë me projektet për Suharekën dhe mbar shtetin. Gjatë periudhës 4 vjeçare kemi dëshmuar se qeverisim për siguri dhe begati. Por tash na duhet që këto t'i rrisim dhe t'i ruajmë. T'i mirëmbajmë rezultatet, por t'i shpjejmë edhe më tej. Siguria është kushti edhe garancia e begatisë. Ndërka që begatia është kuptimi dhe dobia e sigurisë. Siguri dhe begati, begati dhe siguri, mos i shope. E kur themi siguri, e kemi parasysh rendin dhe ligjin, që e kemi vendosur cep më cep, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe tash që po flasim askund, as në veri të Kosovës, nuk ka struktura a grupe kriminale a ilegale të cilat mund t'i bëjnë ballë drejtësisë së shtetit të pavarur të Kosovës. Mund të ketë elemente kriminale, por kriminalet e mëdhej o janë burg, o janë vrarë, o kanë ikë në Serbi. Shteti i Kosovës ka ngallënyer mbi krimin dhe korrupsionin. Kjo luftë që kemi bërë me krimin e korrupsionin është përkthyer në rritje ekonomike për vendin tonë. Siguria pra është ndruar në begati. Por siguria nuk është vetëm siguri e territorit, nuk është vetëm rend dhe ligj. Siguria është edhe energji, siguria është edhe ujë, siguria është edhe një punë e sigurt. Siguria është parashikueshmëria për qytetarët dhe për shoqërinë mbar. E çdo mos të cilën ne e kemi ndërmarrë e që propozojmë në vijim, ka qëllim punë më të mirë, jetë më të sigurt dhe shtet më të fortë. Kjo është koha pra kur politika duhet të flasë me vepra dhe të hesht me shfaqësime e justifikime. Me juve sonte i ndajmë jo vetëm planet tona, por edhe përgjegjësinë për t'i bërë ato realitet. Zhvillimi për ne nis me prodhim, sepse pa prodhim vendor nuk ka pavarësi e qëndrueshmëri ekonomike. Shteti do të jetë partner i sipërmarrësit, jo pengesë për të. Andaj në mandatin e ardhshëm 1 miliard euro për prodhuesit vendor për t'i mbështetur ata me shtetin si garanci, si hipotek për kredit investive në Kosovën tonë dashur e posaçërisht këtu në Tiranë. Programi ynë nuk nis nga zyrat lartë, po nga nevojat dhe kërkesat e njerëzve gjithandej. Ne nuk qeverisim me shifra statistikave për tabela, por për jetën konkrete të qytetarëve. Dhe askush nuk mund ta mohoj se përveç se më e sigurt në territor, ajo është gjithashtu edhe më e mirë në përvojë. Praktikisht, para qeverisjes son nuk ka pasur shtesa as për nëna, as për fëmijë. Ne përveç se i kemi sjell ato, njëkohësisht edhe i kemi rritur ato. Kësaj mbështetja për lehonat ka nis me pagën minimale që ishte 170 euro, tash është mbështetja për lehonat e papuna 325.9 euro sa është paga minimale për 6 muaj, e në vitin e ardhshëm bëhet
500 euro sa do t'jetë paga minimale, pra nënat lehonat pa puna i marrin 3.000 euro në vit. Por nënat lehona dhe jo vetëm ato lehona, po gjitha nënat do t'i marrin edhe mjetet për fëmijët e tyre, prej 0 deri në 16 vjeç. S'ka pas në Kosovë për ma shumë se 2 dekada shtesa për fëmijë. Ka pas kujdes të pushtetarëve veç për fëmijët e tyne, jo për fëmijët e Kosovës. Qeveria jonë është qeveria juaj, sepse ne jemi kujdesur për gjithë fëmijët e juaj. Filluam me shtesa 10 euro, i bëm 20 euro, i bëm 30 euro, i bëm 25 euro, dhe në mandatin arshëm do t'i dyfishojmë sërish 90 euro do të bëhen shtesat për fëmijë, për të gjithë ata që i kanë 3 fëmijë e më shumë. Pra, nënat dhe fëmijët do t'jenë në fokusin tonë. Në anën tjetër, kemi investuar shumë në bujqësi. Mbi 300 milion euro për 120.000 fermerë. Çmimi i qumshtit, blektorëve, para 5 vjetëve ka qenë 18 cent kur kemi ardhur në fushat. Ne u zotuam që do të arrisim për 50%, pra 27 cent. Sot është 54 cent. 2 fishi premtimit ton, 3 fishi i gjendjes para 5 vjetëve. E pra, në përmjet subvencioneve dhe granteve, është rrit për 50% fondi i tokës bujqësore që punohet, lavrohet, korret, vilet, sepse mbjellet në Kosovë. Ne duam ndërtojmë një raport 3 me tokën, se toka është territori i shtetit. Dhe ky raport i ri ndërtohet nëpërmjet bujkut dhe blektorit. Pra, jo veç nona dhe fëmijë, por edhe bujqësi. Kjo ka qenë qeverisja jonë, e cila duhet të vazhdoj edhe më shumë, më shpejt përpara në mandatin e ardhshëm. Dhe, siç e tham, kemi pas një pjesë të territorit në veri, ku ka pas shumë kriminal, ka pas shumë sfidim të shtetit, ka pas shumë cenim të sovranitetit, dhe nuk ka pas integritet të territorit. Dhe ajo përbën diku 1/6 e territorit tonë. Dhe në atë 1/6 i kemi 3/4 e resurseve, burimeve ujore. Liçeni, Radoniqit, Batllogës, Badovcit, me Imljelë së bashku bëjnë vetëm sa 1/3 e liçenit të ujmonit. Merrni me mend, në njërën prej 38 komunave të Kosovës e kena 3/4 e ujit. Prandaj është gjigande vendosja e rendit edhe ligjit në veri të Kosovës, ku e kemi këtë liçe, pa të cilin nuk mund të ftohen termocentralet që ta kemi edhe energjinë elektrike për Republikën tonë. Pra ishte edhe veriu, nona dhe fëmiu, veriu, bujqësia, po jo veç edhe bujqësia, ishte edhe ushtria, mbrojtja, se çdo progres i cili nuk mbrohet, bëhet i paqëndrueshëm, anulohet shpejt, është i brisht, ta shkatrojnë të tjerët. Prandaj në nevojitet ushtria e fortë. Para qeverisjes sonë, në vitet 2018-2020, janë dhënë më pak se 4 milion euro për armatimin e forcës së sigurisë Kosovës. Ndërkaq me qeverisjen tonë, mbi 430 milion euro për armatosjen me pajisje moderne dhe me municion për ushtrinë e Kosovës. Pra, më shumë se 100 fishim në armatim dhe në municion. Cili është kuptimi të kesh ushtri, e cila është më pak e pajisur se policia. Andaj tash kemi ushtri të mirë pajisur, që e ka dyfishuar numrin e qizmeve në tokë, i ka shumë fishuar syt në ajrë, sepse kemi drona nga Turqia Bayraktar TB2, kemi drona po ashtu nga Turqia Skydagger Kamikaz, dhe kemi edhe drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja kemi shtuar sistemin antitank Javelin,
i cili na mbron nga çfarëdo depërtimi toksor të fqinjit tonë verior armiqësor, dhe do të blejmë edhe skifterat zi, apo Black Hawk, si quhen ndryshe, helikopterët e famshëm Amerikan, e në mandatin arshëm do të kalojmë edhe në prodhimin e municionit dhe në prodhimin e dronave made in Kosova. Për forcën e sigurisë Kosovës e kemi hequr tavonin edhe të numrit edhe të moshës. Tavani i moshës ka qenë 23 vjeç, e kemi ngritur në 25, ndërka që tavani i numrit të ushtarëve ka qenë 5.000, e kemi heq fare. Andaj, unë u bëj thirrje të gjithë vajzave djemve që janë të interesuar të kyçen në ushtrin ton, janë ma shumë se të mirë se ardhur. Dhe po them edhe të vajzave, jo veç djemve, për shkak se i kemi rreth 300 vajza në forcën e sigurisë Kosovës, e deri në fund të mandatit ton të arshëm synojmë që ta mbrim numrin prej 1000 grave e vajzave në ushtrin e Republikës tonë. E pra, dashur qytetar, këto 5 fjalë ishin kryesoret në këto 5 vjet. Po këto janë edhe fjalët më të mira kur ta mendojsh. Nona e fëmia, bujqësia e ushtria edhe veriu i Kosovës. Këtu në Suharek, në Therond, po ndërtohet stadiumi i ri i qytetit me 6500 ulse dhe me rreth 11 milion euro investim nga qeveria juaj. Punimet ka nisur në shtator dhe parashihet të përfundojnë afërsisht për 2 vjet, pra ka gjysma e mandatit tonë të arshëm. Tjetra, hapësirat e ishndërmarrjes damper i kemi kthyer në aset të forcës sigurisë së Kosovës në Shirok dhe e kemi zgjidhur problemin e kahershëm të punëtorëve të Ballkanit të famshëm të Suharekës, që ka qenë gjithmonë krenari e zhvillimit ekonomik Kosovës. Pastaj, po ndërtohet rruga Mushtish-Shtërps dhe do të ndërtohet Duhel-Banull, duke përmirësuar ndërlidhjen dhe zhvillimin lokal. Kryesorja për Suharek është ndërtimi i digës, pra liçenit akumulues të Dragaqinës. Dhe përfundimisht në Suharek të kemi ujë cilësor për pije, për industri, për bujqësi, duke nisur pikrisht nga fshati i madh Samadraj. Rrjeti i ujësjellësit në të gjitha lokalitetet do të shtrihet për shkak se uji për ne nuk është luks, por është e drejtë elementare. Tjetra, prej atyre 120.000 fermerëve që kanë përfituar grante e subvencione, 4.600 janë në Suharek. Janë ndërtuar sisteme të reja të ujitjes dhe ujësjellës për bujqet e komunës. Pastaj është bërë investim prej 3.8 milion euro në shtëpinë e kulturës këtu Ug Bytyqi, një nga shtëpit më të bukura në vend, e që është edhe një nga projektet më të mëdha të Ministrisë së Kulturës, Rinisë edhe Sportit. Gjithashtu, ndërtimi i unazës krahu i djathtë Suharekës në vlerë prej afër 1.7 milion euro është tejet i rëndësishëm. Pastaj, ndërtimi rrugës Brigada 123, sheshin Suharek, afër 1.5 milion euro, ndërtimi rrugës Gjinos Novak Mamush, afër 220.000 euro, ndërtimi rrugës Guri Matozit Gradonc Mushtish, rreth 2 milion euro, dhe shtëpia e Gjevdet Gashit në Suharek, 350.000 euro. Jo të gjithë e dini që
kemi ndërtuar qerdhen flutura për 160 fëmijë, që është ndër qerdhet më të mëdha në Kosovë, dhe a dini çfarë, dashur qytetarë të Thërondës? Për 4 vjet të mandatit ton, 73 qerdhe ose janë ndërtuar, ose janë ndërtim e sipër, ose janë hapësira të objekteve arsimore të adaptuara për qerdhe. 73 për 4 vjet në vlerë rreth 42 milion euro. Ne të vetëvendosjes, që vendosim vetë, e ata tjertë për cilët vendos dikush tjetër, pra ne për 4 vjet 17 qerdhe, më falni, 73 qerdhe, ata për 17 vjet veç 4 qerdhe. 4 qerdhe për 17 vjet, merrni me mend. 17 vjet 4 qerdhe, na 4 vjet 73 qerdhe. Dallim më të madh se kaq nuk e di as ç'është e mundshme. Prandaj edhe një herë po e ritheksoj, nuk kanë qenë të prekupuar me ardhmërinë, me fëmijët, me nonat, me bujqësinë, me ushtrinë, me veriun, se këto janë ardhmëria jonë. Kanë qenë të prekupuar qysh ta përdorin të kaluarën për një të tashme të aty për atyshme për vetën e tyre. Prandaj edhe populli ju tha jo edhe në 2021, edhe me 9 shkurt 2025, por tash na duhet një jo më e madhe për ta me 28 dhjetor, e një po edhe më e madhe për vetëvendosjen dhe partnerët tonë të koalicionit Guxo Alternativa dhe PSHDK. E sa I përket arsimit, do ta kemi edhe ndërtimin e aneksit dhe renovimin e shkollës në Samadrag me afër 1.6 milion euro, si dhe ndërtimin e shkollës fillore në Vranic me rreth 920.000 euro. Pra, të gjitha këto janë për kujdesja jonë konkrete, praktike për arsimin në Suarikën e Juj. Sa I përket bujqësisë në vijim, do të hapet mundësia për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Kështu fermeri nuk do ta ketë ngarkesën dhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit në një kohë të shkurtër, se po I skadon afati kur mund të dorëzoj dokumentet. Do të përgatitet mirë dhe do të aplikojë në sektorin ku ka përvojë dhe treg për shitje në cilën do periudhë. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet zgjatjes së sezonit prodhues, rritjes së vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor, sepse nuk është të thënë të ketë vetëm një qëllim, bujku kur mbjell drithra, pem a perime. Tjetra, do t'i përkrahim fermat dhe fermerët me grante të vogla, sepse ka dhe fermerë të cilët janë shumë të vegjël. Por nëse nuk e ndihmojmë atë të voglin që të bëhet I mesëm e dikur I madh, atëherë ai vogli do të pushoj se ekzistuar I fare mas 2-3 sezonave maksimum. Prandaj, te fermerët e vegjël do ta kemi një vëmendje shumë më të madhe, me çrast do të bëhet kjo në mënyrë që ato të jenë rentabile, të jenë të standardizuara dhe të sigurohet përpunimi dhe kontraktimi I prodhimit edhe me blerësit. Pra, jo vetëm ta ndihmojmë bujkun, por ta ndihmojmë edhe tregun për bujkun, që për prodhimet e veta të ketë treg në vendin tonë. Pas eliminimit të 10 dokumenteve dhe ditëve të humbura për aplikim për subvencione, në vitin e 2 të mandatit tonë, pra në vitin 2027, do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Secili do të mund të përcjell online përmes telefonit procesin, nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Do ta kemi kartën e fermeri, që do të ketë identitet dhe integritet të mbrojtur për secilin bujk ablektor. Ajo do të jetë e sigurt për blerjen e inputeve, marrjen e këshillave, përfitimin e subvencioneve, qasjen financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave dhe farave të jetë
e duhur dhe sakt në sasi dhe në cilësi për secilin fermer dhe për çdo kulturë që kultivon. Kësaj pra eliminohen dokumentet për institucionet publike dhe private. Kjo karta e fermeri do të gjurmoj dhe standardizoj procesin e certifikimit duke përfshirë drejtoritë komunale, barnatoret bujqësore, trupat certifikues dhe bankat. Kështu pra të dashur qytetarë të Suarekës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, ne jemi të interesuar që jo vetëm të rritet bujqësia, jo vetëm të pasurohen bujqet, por të rritet edhe produktiviteti brenda asaj rritje. Në mënyrë që bujqet tonë të bëhen gati për tregun evropian. Nuk duam të hymë në Bashkimin Evropian e të humbin bujqet tonë, ose ndërmarrësit tonë, sepse nuk arrin të konkurrojnë me bizneset evropiane. Ne duhet të përgatitemi që kur të hymë në Bashkimin Evropian, industria jonë, zejtaria jonë, bujqësia jonë t'ja dalë në konkurrencë me atë evropiane. Prandaj është shumë e rëndësishme të mbështetet lëvizjave të vendosje dhe programi jonë për bukën tonë, nga toka jonë në sofrën tonë. Ekonomia që ndërtojmë ne është ekonomi pune, pra paga që jetohen, jo vetëm që numërohen, investimet publike nuk janë shpenzim, por themel shoqëror për mirëqenie dhe investimet nga viti i ardhshëm e tutje kapitale nuk do të jenë asnjë vit më pak se 1 miliard euro. Pra 1 miliard euro për ndërmarrësinë, 1 miliard euro për ushtrinë dhe për çdo vit 1 miliard euro investime kapitale të Republikën e Kosovës. Pra, siguri dhe begati, ky slogani ynë me këto dy fjalë kaq të rëndësishme e përmbledh më së miri mandatin e ardhshëm, i cili nis me vitin 2026, kur ekonomia e Kosovës, bruto produkti vendor, bëhet 12 miliard euro. E kena gjetë në 2021 7 miliard euro, vitin e ardhshëm për 5 vjet bëhet 12 miliard euro, pra për çdo vit e kemi shtuar nga 1 miliard euro, ndërkohë që qeverive paraprake u duheshin 3 vjet për 1 miliard euro në secilin vit nga 1 miliard euro, që do të thotë se për 5 vjet pasuria e shtetit ton, bruto produkti vendor, është rrit për 70%, nga 7 miliard në 12 miliard. E duke u rritur ekonomia, normalisht që rriten edhe bizneset. 80% është rrit qarkullimi i bizneseve, në fund të këtij viti do të mund përbyllet me 25 miliard, që nëse e krahasoj me vitin e parë para pandemik 2019, i bjen 2 fishim i qarkullimit të bizneseve, 2 fishim kemi edhe të eksporteve, 2 fishim kemi edhe të investimeve të huaja direkte, dhe kishim rritje 50% të buxhetit të Kosovës si vjet 2025, krahasuar me buxhetin 2021, që e kemi gjetur nga ata që ishin para neve, pra ata na lënë buxhetin 2.4 miliard, si vjet është 3.6 miliard, vitin e ardhshëm është 4 miliard, si vjet 50% më i madh, vitin e ardhshëm rritje e buxhetit për 2/3 për 5 vjet me qeverisjen tonë. Duke rritur ekonomin, rriten të hyrat buxhetore. Duke rritur buxhetin, ke çka shpërndon e ku investon. Prandaj është i domosdoshëm të vazhdohet ky trend. Të tjerët, për bindjen time të fuqishme, kanë premtime pambulesë. Ne kemi trend të vazhdueshëm. Realisht, lëvizja vetëvendosje nuk ka nevojë as të premtoj, sepse ju po e jetoni dhe përjetoni trendin e zhvillimit ekonomik dhe të shpërndarjes së mirëqenies. Ndërkohë që ata premtojnë pambulesë, thu se nuk i njohim nga e kaluara. Tash thonë për shembull rritje të pagave 50%. E kur ishin vetë ministra, paga rritej 4%. Pra ata kanë qenë ministra, paga rritej 4%, e tash që nuk janë ministra, thonë paga do të rritet 50%.
Po, a e dini edhe pse thojnë paga do të rritet 50%? Ata thojnë paga do të rritet 50%, e kjo do të rritet 60%, ajo tjetra 90%, sepse e din që ata s'kan mu bo. Se mos me thonë. Kjo është paradoksi dashur qytetar i premtimit të rajshëm. Premtimi i rajshëm thuhet pa përgjegjësi, pa kur fargojle, se s'ka mi ardh puna mu testu kur. E çfarë bëm ne? Buxheti për pagat në sektorin publik është rrit për 47%, krahasu me kohën kur e kena marrë detyrën. Pra ne e kemi bërë tashmë 47%. Neve na duhet të vazhdojmë këtë trend. Kjo është shumë e rëndësishme për neve. Pagën minimale për ma shumë se një dekadë nuk e kanë prek. Krejt jenë konë pushtet. Të gjitha këto partit që tash janë bashkë në opozit, kanë qenë dikur ja bashkë janë daraz në pushtet, për ma shumë se 10 vjetë se kanë prek pagën minimale. 130 euro ka qenë paga minimale për ata që jenë ma pak se 35 vjeç, 170 për ata që jenë ma shumë se 35 vjeç, thu se me pas qefti me qenë ma i moqëm se paga minimale të rritët pak ma shumë. Ne kemi bërë të njëjtë për të gjithë, së pari e ngritëm 264 euro, pastaj e bënëm 350 euro sa orë sot, me një janar bëhet 425 euro, e me një korrekt bëhet 500 euro. Ne po e bëjmë. Andaj të dashur qytetar, kur dëgjoni ndonjë kënd duke thënë, do t'i zvoglojmë tatimet, e do t'i rrisim shpenzimet, veç mendoni a thu kush i ka dhënë ekonominë sem këtij personi. Ose ndoshta ka ikë prej orës, nuk bën me përjashtuar. Pra, zvoglojmë tatimet, rrisim shpenzimet. Papërgjegjësia e këtill është e mundshme pikërisht për shkak se e din që nuk do të testohen. Por shikoni punën tonë e cila flet, e jo fjalët e tyne për punën që s'do të ndodhë. E 5 vendimet që janë teje të rëndësishme e do t'i marrim qysh në fillim, me mandatin tonë të ri, janë miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliardë euro për vitin 2026, pastaj procedimi i ligjit 3 për çmime tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Të dashur qytetar, para një muaji janë bërë 2 vjetë që gjykata kushtetuese na ardhëzoi ligjin për çmime tavan. Për produktet bazë ne kemi vendosur një tavan, gjithandaj nëpër Evropë kanë vendosur tavane të tilla, tek ne gjykata kushtetuese na ardhëzoi, por ne do ta ribëjmë prej fillimit në mënyrë që gjësendet elementare të shportës ushqimore familjare të kenë tavan, çmim të përballueshëm. Ky do të jetë vendimi i dytë që do ta marrim menjëherë si ta marrim detyrën. I treti është procedimi i ligjit që e heq kufizimin e punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që marrin beneficionin. Ju e dini që kemi qenë të hendikepuar me qenë se ka pas një proces gjyqësor. Dhe para se t'jipej verdikti, do të interpretohej si ndërhyrje. Ka pas një proces gjyqësor të stërzgjatur për çështjen e listave të fryra të veteranëve, dhe tash në mandatin e ri do të mund të vazhdojmë sigurt e drejt përpara. Vendimi i 4 do të jetë miratimi i pagës së 13 për gjithë shërbysit publik, dhe atë jo në fund vitit, po në fillim vitit 2026. Tash numërit 13 vjen mas numërit 12. Po vitin ardhshëm vjen mas numrit 1-2. Pra paga
2013 vjen në fillim të vitit, por sa ta marrim në detyrën, sepse i këtill do të jetë miratimi i vendimit të 4 kapital të mandatit ton të tretë. Dhe e 5-ta është miratimi i pakos për përballje me inflacionin në vlerë prej 200 milion euro, e cila i ka 2 shtylla. Shtylla e parë është mbështetja e njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat. Ju e dini që pensionistët i kemi gjetë me 90 euro pension bazik të moshës mi 65 vjeç, atë e ngritëm njëherë në 100 euro, pastaj në 120, tash është 150 euro, dhe qysh të rritet ekonomia, njësoj do të vazhdojmë edhe me rritet këtilla. Por jo me premtime pambulesë, por rritje të ekonomisë e të produktivitetit e cila i ngrit që të gjithë. Edhe moshën e shtyrë, të cilës jemi shumë mirënjohës për kontributin që kanë dhënë dhe për urtësinë që kanë e që është shumë e nevojshme për zhvillimin ton të gjithëmbarshëm shoqëror dhe ekonomik. Dhe shtylla e dytë e vendimit të 5 është rikthimi i skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike, nga e cila pritet të përfitojnë subvencionim të faturave të energjisë mbi 200.000 familje kosovare. Pra, kushdo që na e sjell faturën e muajit nëntor, që ka shpenzu në 2025, ma pak se në nëntorin e vitit 2024, ne do ta shpërblejmë. Për të bërë të mundshme të gjitha këto, dhe jo vetëm, se kemi edhe pa numër projekte të tjera, por nuk duam t'ju mbajmë gjithë natën këtu, prej Hekurudhës, Prishtinë, Durrës, e Oksit, Prizren, Tetov, e të tjera, neve na duhet mbështetja juaj të dielën e 28 dhjetorit, e bashkëdhetarëve që mora vesh kanë fillu tashmë me ardhë në Suharek për zgjedhjet. Dhe me rastin e votimit, ju lutem të gjithëve keni kujdes. E para, dilni të gjithë që jeni mbi 18 vjeç. Edhe ata që i bojnë 18 vjeç, me 28 dhjetor kanë të drejtë vote. Prej 18 vjeç deri në 88, 98, 116, sa e keni më të moshuarin këtu në Suarek, dilni krejt në zgjedhje. Edhe me atë rast, përveç se me votu numrin 116, lëvizja vetëvendosje në koalicion është bashkë me Partinë Guxo, me Partinë Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, i votoni edhe 10 kandidat që ju i keni më shumë për zemër e për mendjen e juj. Këdo që e votoni, prej 1 deri 110, nuk gaboni. Këtu, prej 1 deri 110, asnjë gabim nuk mund ta bëni. A këtu, vetëm me numrin 116 nuk gaboni. Atje e keni të pamundur të gaboni. Por jo më shumë se 10 veta, se mandej nuk numërohet asnjëri. Pra 10 veta duhet prej 110 vetave, se cili është më i mirë se tjetri. Ju i keni 4 të Suharekës këtu, e keni Salihun, Albenën, Hamdiun edhe Hysenin, por nuk mjafton 4, duhet edhe 6 tjerë. Pra i keni 4 të Suharekës, por duhet edhe 6 tjerë, dikush që pak ma shumë ja u kanë ngru zemrën në i herë, ose ja u kanë mbush mendjen, votoni ato 10 në kuti, dhe më pastaj aktivistat tonë që ju falenderojnë nga zemra, që ne kanë përgadit këtë të bëmë sonte këtu në Suarek, ju them, punoni ditë e natë, dhe ju e keni edhe një detyrë shtesë mas zgjedhjeve që këtu në shesh në Suarek na organizoni festën e fitores së numrit 116. Faleminderit shumë për vëmendjen, për krahjen,
pjesëmarrjen. Mirupafshim e natën e mirë.